U martua në xhami me Bardhin. Sara thot eksperiencën me Hoxhën Ahmet Kalaja dhe çfarë ndodhi. Sara, Gjordeni dhe Bardhi janë martuar së fundmi në xhami, e madje fotot e postuara nga çifti më i ri për publikun ku Sara shfaqej me shami kanë bërë xhiro në rrjete dhe janë komentuar si pozitivisht por edhe negativisht. Sara, e cila i përket besimit krishterë ortodoks, shpjegoi më tepër gjithçka që ndodhi në prapastjena, teksa tha: "Me Bardhin jam shumë i lumtur që e kam për krah. Asnjëherë nuk më ka paragjykuar e nuk kemi folur ndryshe nga ç'mendohet në publik për çështje fesh. Unë bëj atë që dua dhe ai bën atë që don dhe nuk më ka paragjykuar kurrë. Këtë gjë dua ta theksoj pasi është përfolur edhe në rrjet. E kam zgjedhur që ta bëj vetë, pasi Bardhi siç e njihni është një tip paqësor dhe asnjëherë nuk më ka detyruar të bëj diçka. Unë jam e lumtur në besimin tim të krishterë ortodoks dhe e madje dhe jam pagzuar e jam një besimtare fort, por desha ta bëj që edhe Bardhi të ishte më i lumtur. Të dy e kemi menduar për një kohë të gjatë, e madje nuk kemi dashur as të shpërndajmë foto, mirë po në minutën e fundit, teksa ishim në makinë, atë foto që e keni parë të gjithë, ishte Bardhi ai që tha që ta postojmë diçka, pas ishte një moment i shkruar për ne. Sa për ceremoninë mu duk pak e çuditshme, mirë po dua të falenderoj nga zemra Hoxha Ahmet Kalan, i cili na bëri edhe kurorëzimin dhe është treguar mjaft gentil me mua. Ai na tha edhe se çfarë detyrimesh kemi me njëri tjetrin, teksa pat edhe momente për të qeshur. Më pas madje na bëri edhe një foto, teksa për të qeshur është një moment ku ne vetëm pasi hypëm në makinë e pam se Bardhi kishte veshur xhup dhe nuk ishte me këmishën që kishte poshtë në kurorëzim. Dhe ta mendosh që ne vajzat i mendojmë këto detaje që muaj përpara e në momentin kur ndodh nuk e ke mendjen as pak aty, mirë po këto janë vetëm detaje të vogla, teksa e përfundoi duke thënë se ajo nuk do të konvertohet asnjëherë pasi është e lumtur në fenë e saj dhe nuk ka keq kuptime brenda çiftit. Sa për karrierën e saj, ajo u shpreh se së shpejti në Top Channel dhe të shikoni emisionin e saj të re, Vajza apo Djalë, ku do të njihen me çifte të ndryshme historinë e tyre të dashurisë deri në gender reveal për të zbuluar gjinin e bebit, përfundoi Sara.